civil, është vila 30 që është vile Mehmetit, edhe ajo mbahet për e bukur, po nuk ka hapësirën që ka kjo, shumë e vogël. Që thonë që është me bukur ajo, për mua ajo nuk është, kjo është. Po pse është me mistershme ajo e Mehmet Xheut? Po aty është e mistershme se ndoshta është ajo që është vrarë, e kanë vrarë apo është vrarë, puna se tashti është bërë ndryshe, ajo është ndryshuar komplet. Është ndryshuar e gjitha? Komplet. Jo, është ndryshuar komplet. Është modernizuar, është bërë tjetër gjë komplet. Nëse do kishe varur një piktur diku, ku do ta kishe varur? Në cilën vilë qeveritare? Te vila 31. Aty? Në cilin vend? Po. Aty ku është një piktur që është, faktikisht është një me flamur. Është mu ball për ball. Do kishe dashur ta ndryshoje? Po. Pse nuk e vazhdove Akademinë e Arteve? Tashti, unë kam qenë një çik në biografia, kështu, si me njollë në biografi, që të themi. Pse qa njollë e kishe ti? Kam pasur xhaxhaj dhe gjyshin të dënuar në atë kohë, edhe atëre ishte që deri shkollën e mesme ta jepnin, se unë e kam marrë me konkurs, normales. Edhe shkollën e mesme, kur e kam marrë, thoshin këto të, si quhen atëre të bashkimeve, si quaj, të frontit ku dëgjon, të lagjes, do me thënë që si e mori vajza e Temit shkollën për piktur, duke si e morën këta dhe me 2 të dënuar. Edhe u odhën të tjerët që kjo e ka marrë me zotësi me konkurs. Me thënë që e ka marrë, se kam qenë talentuar, pa e ka marrë, se unë isha vajzë punëtore, nuk ishta as në një vajzë artisti apo në një. Babi im ka punuar marangoz në arsim, kështu që... Po nëna, çfarë ka qenë? Ka qenë punëtore në trikotazh, ka punuar në trikotazhin e përmet. Sa fëmijë keni qenë? Neç? 3. 3 fëmijë. Unë e madhja, Po. kam një vlla, edhe një motër tjetër. Edhe vllai ka shpirt artist, jo se motra, po të dy këndojmë, kërcejmë, jemi më në fushën e muzikës. Edhe të dy, kur ishim kitarën e kam mësuar në mënyrë autodidakte, me ata përmetarët që janë qefli të muzikës, vini në shtëpi gjithmonë edhe ka qenë artiste në përmet. Ata jetojnë, vazhdojnë jetojnë Po, atje? babin dhe mamin i kam në përmet dhe vllai. Kurse motrën e kam këtu në Tiranë. Si ka qenë fëmijëria jote në përmet? Po, si fëmijëria e gjithë shqiptarëve në përgjithësi, me thënë që e qetë, me atë ishim të lumtur dhe pse dukshim se ishim të lumtur edhe pse ishim të varfër, se po thuaj se ishim gjithë një lloj, po unë shtëpinë e kam private në përmet edhe bëshim të gjithë luani me ato lojrat tona. Mua më ka pëlqyer shumë edhe sporti, do me të më tregon që jam një çik natyrë sportive, rria gjithë ditën në paralele. Gjithë ditën janë paralele dhe bëja ushtrime nga më të ndryshmet. Kam qenë një akrobate shumë e mirë. Dhe ndërkohë kur kam qenë në 8 vjeçare, ka qenë një mësuese që më jepte fiskulturë dhe më tha Nexhi do konkurosh për fiskulturë, mirë po unë isha midis pikturës dhe fiskulturës, nga që me pikturën isha e lidhur shpirtërisht, isha edhe në kurs vizatimi, që në klasë 5 deri në 8, po isha në rreth vizatimi, kurse fiskulturën e kisha pasion, rria gjithë ditën majt paralele, si kisha afër aty paralelet. Kush të mësoj ty t'ishe kaq mendje hapur, për shembull, pikturoje një femër nuda? Shiko, po unë kam ardhur nga 8 vjeçare, mbarove 8 vjeçaren, konkurova. Një vit e kam djegur se babi im më rrëzua theu këmbën edhe nuk konkurova atë vit. Edhe kam qarë atë vit kanë vajtur 5 të tjerë në vendin tim dhe unë nuk e mora vesh. E marr vesh rastësisht, kur do konkuroja pra këtu në Tiranë për pikturë. Edhe mora vesh rastësisht në një dyqan, ka vajtur filani, ua, thashun, vajta në shtëpi duke qarë. Qa thoni, thashun, po unë, thashun që ngella pa konkuruar. E u bëra unë e vetë, mendoj që s'dia zyrat e komitetit ekzekutive të partisë që ishin dhe kap atë që merrej me artin, me kulturën, e njifja, këshu si figur. Edhe i them unë këshu, i thashun, po unë, i thashun që unë dua të shkoj të konkuroje. Më tha mua, Nexhi tani kanë kapur miqtë e njerëzit ata, tha që kanë vajtur, tha. Përgatitu, tha dhe shko vitin tjetër. Ua, thashun, jo, si do unë vitin, bëra unë, jam bërë daulle së qari, vete në shtëpi duke qarë. Atë vit
nuk e vazhdova gjimnazin, vazhdoj gjimnazin këtë vit tani ata, ku gjimnazin këtu e aty e kisha shumë afër.